ka shumë shqiptar që po qajnë që thonë po na vin Bangladeshasit, po na vin Filipinasit, po na vin po marrin punë të shqiptarëve. Po, kjo mund të jetë edhe manifestim racist. Se ne jemi të pamësuar. Në vendet që janë të pamësuar, kanë këtë problem, si ka pasur grekët kur u ballafaquan me ne, por nuk janë për masat më mëdha. Përkundër, i vjen ca sektor kyç ku është e vështirë me gjet. Por edhe ata nuk po vinë masivisht, me thënë drejtën. Do ishte mirë që të kompensonin disa prej bankësive. Por fakti është ky. Rezident në Shqipëri të huaj vitin e kaluar janë 28.000. 2023 që doli dhe dhëna ishin 24.000. E shumica edhe një pjesa grupi kryesor përbërës i tyre janë qytetarë të Kosovës. Por prapë se nuk mund të kompensojnë të gjë. Dhe çfarë sill kjo gjë? Kjo sill rënien e sigurimeve shoqërore që janë burim kryesor i të ardhurave të qeverisë, rënia në TVSH që është burimi i dytë kryesor, rënia në akciza, rënia në konsum. Megjithatë Adrin se më lejon. Pra kriza e tretë, për ta shpjeguar se lash në mes, për ta shpjeguar kriza e tretë është buxheti i shtetit. Që njerëzit do pagojnë taksa, po të kuren masivisht. Po ashtu, sektorët kryesor, biznesmenët më të mëdhenj që janë partnerë të qeverisë, ortak të qeverisë, më të privilegjuarit, nuk janë në sektor prodhimi, janë në sektor të shitjes me pakicë. Pra, kjo kërcënon jo vetëm buxhetin e shtetit, por kërcënon edhe bizneset kryesorë të vendpunëdhënësit më të mëdhenj, të cilët janë drejt për drejt të lidhur me fuqinë blerëse. E ku kjo fuqi blerëse të kuret me këtë përmasa, ku popullsia aktive po bie, ku mosha mesatare jon ka vajtur në Bashkimin Evropian. 2023 mosha mesatare ishte 3.5. Po, ama në 2020 në janar të 2000, e vërtet ajo, por në janar të 2025 ka vajtur 44.3, mesatari i Bashkimit Evropian është 44.7, me siguri me ikjet e vitit kaluar, e kemi kaluar dhe mesatarin e Bashkimit Evropian. Në kushte moshe nuk ka konsum, nuk ka as punë. Ju keni shumë drejt në analizën tuaj sipas optikës suaj, por jo është optika ime kjo. Duhet kjo është rregulla e lojës. Jo optika ime. Unë me që morët atë të buxhetit. Tani ka një pikpamje tjetër nga ana e qeverisë. I referojmë këtu deklaratave zyrtare të Ministrit të Financave dhe Kryeministrit Rama, të cilët ka disa indikatorë shumë mirë, për shembull 7.6 miliardë euro buxheti i shtetit, buxheti mbi mat që kemi pas në historinë tonë. Buxheti mbi mat i shëndetësisë, pavarësisht se shëndetësia tani përfshin shumë çka tjetër përveç shëndetësisë, thonë që është në ana tjetër 2% i shpenzimeve të PPB-s për mbrojtjen, duke krijuar dhe uzinën shtetërore shqiptare të Kajos, për të arritur dhe të prodhojnë deri te dronët e tjerë. E treta është fakti që është ulur borxhi i ndjeshëm nga 75% në 26%. Po janë të themi parametra makrofiskale të cilët ka rënë papunësia, do të thotë nga 6.5 ka qenë në 2010 ka rënë pa largimit të emigracionit, po. Dakor, po qeveria këto i paraqet si argumenta, shtesa, apo ishin kursyer shumë lek vitin e kaluar nga sigurimet, të cilat natyrisht do reflektojnë sipas premtimit të qeverisë edhe në një rritje për pensionet plus, gjithashtu dhe bonusi pensioneve që është dhënë dhe do vazhdojë do jetë sipas premtimeve 2 në vit. Gjithashtu janë rritur dhe rrogat e administratës publike, është rritur paga minimale dhe është rritur paga mesatare. Pra këto janë parametrat makrofiskal të paraqitura nga qeveria. Ju i vini në diskutim të gjitha këto? Absolutisht po. Absolutisht po, sepse nuk janë qëndrueshme janë elektorale edhe shpesh janë premtime që nuk zbatohen. Sidomos për sa përket pensionit. Sepse kemi 730.000 pensionistë, kemi 750.000 njerëz që pagojnë sigurinë shoqërore. Me këtë raport nuk mbijetojnë gjatë Shqipëria. Dhe arsye pse mbijetojnë aq sa mbijetojnë tani është sepse pensionistët janë në mëshirë të fatit familjarëve, të fëmijëve të tyre. Por edhe ata janë të ekspozuar drejt për drejt, sepse duke me politikat politikat fiskale të kësaj qeverie, forcimi në këtë përmasa i lekut, kosto më të madhe e ka mu tek njerëzit më të varfër, të cilët janë në mbijetesë për shkak të edhe mbahen me remitancat e familjarëve. Dhe këtu po flasim për llogaritë diku tek 220.000. Dhe sipas bankës qendrore dhe kosto thelbësore drejt për drejt është pikërisht edhe kursimet e diasporës. Pra edhe sikur të marrin të arritjet e pensioneve, nuk e kompensohen dot dëmin e tyre që fuqia blerëse brenda 3 vitesh ka rënë 30%. Shkozemi në fund të emisionit, por më ngacmon pak kjo, si shpjegohet pastaj që këta 730.000 pensionistë votojnë në mas Partia Socialiste apo pjesë e diasporës? Shiko, kjo është bisedë tjetër. Por së pari një të marrim një elementet makroekonomike të vendit. Po është vërtet që ka rënë borxhi, por ajo nuk reflekton sa janë kontratat. Pra borxhi në mënyrën e matjes nuk reflekton kontratat ku shteti i obligohet palëve të treta, të cilat po të llogariteshin sepse mënyra se si bëhet matja do ta rrisin shumë më tepër atë në qiell. Së dyti borxhi ka rënë sepse në kurizë të qytetarëve dhe kursimeve të diasporës. Duke ulur vlerën e euros mbi 30% dhe duke bërë për shtetin që i pret vet lekët, e bën vlerën shumë të lehtë me shly borxhin.
po ka një buxhet më të madh, i cili të kryej kaput edhe me faktin e rritjes së çmimeve. Çmimet mesatarisht të Shqipërisë janë 100.4 të mesatarisht sipas Eurostatit, 100.4 të mesatarisht të Bashkimit Evropian. Bashkëtarët tona janë në nivel nominal 30%, në nivel të fuqisë blerëse 40% të Bashkimit Evropian. Pra gjitha që përmenden janë duke ndodhur në kushtet e varfërimit të më të tjeshëm të qytetarëve. Në shkatrimin, dëmtimin e më të tjeshëm të cilësisë së jetës së tyre. Edhe në dobësimin e fuqisë së tyre blerëse. Edhe mundësia dhe çështja kryesore këtu është që ai gjithjam sa mund të kenë është duke u tretur, mundësia afat mesme, jo afat gjate, po afat mesme, me këtë të kurrit të popullsisë, me këtë largim, me këtë rënien së fuqisë blerëse, me varfëri, me këtë plakë të popullsisë, ku gjithmonë më pak kemi popullsi, segmente të shoqërisë që janë aktive. Me këtë shpërdorim, se nuk kemi ndonjë reformë në mënyrë se si menaxhojmë fondet. Ne shikojmë që ndërtojnë rrugë me çmime 4-5 herë më të larta se për shembull, po shikojmë një rrugë në Shqipëri, jo jashtë, në Shqipëri, e ndërtuar nga Banka Botërore, kushton 4 herë më pak. Kushton 20%, 30% të asaj që kushtojnë rrugët e ndërtuar nga shteti. Pra, ne nuk kemi asnjë përpjekje që edhe këto shpenzime që bëhen të kursehen ose të administrohen më mirë.